الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد falendrojmë Allahun te baraka wa taala ai është I vetmi I cili është meritor për falendrimet, lavdatat dhe hamdin ton ndaj Tij xhalla xhelalu. Shumë salate dhe selame I dërgojmë më të dashurit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejen e Allahut po fillojmë edhe një takim të ri në shoqëri të këtij libri kaq të bereqetshëm I cili afërsisht është shkruar para 800 viteve, para 8 shekujve. Dhe Allahu fuqi plot I ka dhënë autorit, imamit të madh, Imam Neveviut, aq shumë bereqet dhe bekime, jo vetëm me këtë libër, por edhe me libra tjera, po jashtëzakonisht ky libër edhe 40 hadithet e Imam Neveviut, që gjithë ju e keni në shtëpia, e keni lexuar, keni dëgjuar prej hoxhallarëve të ndryshëm komente e analiza, pothuajse nuk ka gjuhë të botës në të 4 anët e globit e që këto 2 libra të shkruara nga ky hoxh dhe ky imam I madh nuk janë prezent në gjithë popujt e botës dhe në gjitha gjuhët e botës që bota I njeh. Para se me fillu me hadithet që janë sonte në kuadër të kapitullit Maturia në adhurim, dëshiroj të përkujtoj veten edhe juve sonte nga namazi I akşamit në momentin kur ka shkelqy hana e re, kemi hy në muajin Shaban. Dhe nga nesër fillojmë numrimin e ditëve. Çdo ditë e re është një ditë më pak, çdo ditë e re është një mundësi më afër dhe më pranë muajit të Kur'anit, muajit të mëshirës, muajit të bekuar të Ramazanit. Ibnul Qayyimi rahimahullah me rastin e hyrjes së muajit Shaban e ka bë një koment të asaj kohe e një status të kohës tonë, po e adaptoj me kohën tonë, thot muaji Shaban është muaj që Allahu gjithandej e ka shkapërderdh mirësinë dhe hajrin. Prandaj këto 4 javë le të na shërbejnë si javë që ne sinqerisht dhe me seriozitetin më të madhin do të flasim me shpirtin ton. Do të flasim seriozisht me shpirtin ton, secili prej neve, që nëse Allahu na nderon me jetë e me shëndet, edhe një herë me hy në muajin e bekuar të Ramazanit, do të mirë me ditë kur fillojmë çka po dojmë, çka synojmë dhe çka kemi planifikuar me vepru edhe me arrit e në ditën e Fitr Bajramit me dal për plot dëshirë, e gëzim, e vullnet nga aktivitetet tona dhe zelli ynë I madh. Prandaj vëllezër, le të flasim sinqerisht dhe seriozisht me veten tonë, me shpirtin tonë, sa do të angazhohemi nëse Allahu na mundson që ta mbrim e ta përjetojmë e të futemi në muajin e bekuar të Ramazanit, në atë muaj të mirësive dhe bekimeve të mëdha. Allahu na mundsoft që ta presim e ta mirëpresim e të kënaqemi e të bekohemi me mirësitë dhe begatit e këtij muaji të bekuar inshallah taala, ne, familjet tona dhe gjithë dashurit ton inshallah. Amin. Hadithi I radhës, njavën që shkoj kemi ardhur te kapitulli 14, kapitull
ku Imam Nevaviu ka përmbledh fillimisht ajetet që I kemi lexuar dhe një numër të haditheve që flasin për maturin dhe mesatarin në sferën e adhurimit. Do të thotë mesataria dhe maturia në sferën e adhurimit rrezikohet prej dy poleve, prej dy skajeve të ekstremizmit dhe të pricës. Njëni pol apo njëni skaj I të pricës, kur dikush e tepron edhe zhytet në ekstremizëm, është me ngarku veten me ibadete përtej fizikusit ti, përtej mundësisë ti, përtej. Ndërsa skaj tjetër I të pricës dhe I ekstremizmit është kur ai në plotëni zhytet në neglizhencë edhe në pakujdesin, gaflet e as që e çon kokën për ibadetet dhe shtimin e kapacitetit në sferën e adhurimeve. Hadithi 147 është hadithi të cilin transmeton Aisha. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur dikush për juve është duke fal namaz nafile, vullnetar, nuk është tu muhabeti për namazë farze. Kur dikush për juve është duke fal namaz nafile dhe për një moment e mbërthen kotët nga lodhja, thot pejgamberi alayhis salam, le ta ndërpren namazin e tij e le të flalë, le të pushon. Nga se nëse e mbërthen kotja në gjumë, atëherë mundësia është shumë e madhe që ai ka me gabu në fjalët dhe në lutjet që ka me I thonë, se nuk është I përqendruar edhe nuk e ka vëmendjen. Hadithi është I vërtetë, të transmeton edhe Buhariu edhe Muslimi. Domethënë ky hadith tregon se mes tjerash Ibn Uthaymini, Allahu mëshiroft, thotë në këtë hadith kemi edhe një mësim më rëndësi, I cili mësim ka të bëjë me obligimet e njeriu ndaj vetvetes së tij. Ti ke dëshirë me bëj ibadet, ti je shumë ambicioz, por ti ke edhe obligime ndaj vetes. Sikur që ke obligime edhe ndaj familjes, nëse je I pamartuar ndaj prindve, nëse je I martuar ndaj grusë dhe evlatëve, e pastaj edhe obligime tjera që ndërlidhen përtej këtyre dimensioneve. Dhe ky hadith është një prej haditheve që na jap edhe këtë mësim të rëndësishëm në të ardhmë në jetën tonë. Hadithi I radhës është hadithi I Jabir ibn Samura radiallahu anhu, I cili thot isha duke u fal me pejgamberin alayhis salam. Dhe tash ky po ju thot gjeneratave që s'kan pas rastin me pa pejgamberin dhe mu fal me ta, tash po ju tregon çfarë dhe si ka qenë namazi pejgamberit. Thot es-salawatu fa kanat salatuhu qasda wa khutbatuhu qasda. Thot sa I përket namazeve të pejgamberit, thot jon fal me të, jon fal pas tina. Thot namazet e pejgamberit ishin mesatare dhe hutbeja, ligjërata në ditën e xhumas po ashtu ishte mesatare. Hadithin e transmeton Imam Muslimi. Edhe ky hadith është jashtëzakonisht I rëndësishëm dhe fokusi dhe vëmendja jonë do të jetë te kjo që ka thonë Gjabiri duke përshkru si ka qenë namazi pejgamberit, dhe ai tash na jep edhe një informat shtesë për ligjëratën në ditën e xumës, hutben. Fokusi është, thot, namazi dhe hutbja e tij ishte kasden, ishte mesatar. Nuk e ka tepru pejgamberi alayhis salam me zgjat namazin. Dhe gjithmonë keni parasysh, dëgjoni, kur flitet në shariat, apo flasim për shariat. Në shariat, tekstet e shariatit janë fjalët e Allahut në Kur'an, edhe janë hadithet e ndritura të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj shpjegimet e ulemave. Kur e lexoni apo e dëgjoni nocionin mesatari, mesi, maturi, gjithmonë keni parasysh që të dy polet apo skajet e kundërta të pricës.
Njerëzit janë të prim me shiqu vetëm këtë të pricën me të pru ekstremin kur e të pranë për shumë. Po sa është i dëmshëm dhe i rrezikshëm ky pol, njashtu është i dëmshëm edhe ky poli tjetër, neglizhenca dhe pakujdesia. Apo tash ky po na spjegon si ka qenë namazi pejgamberit. Po thot namazet e tij ishin mesatare. A i bjen kjo mesatare me e fal namazin sikur Allahu na falt neve gjithve e na udhëzoft në zemanin ton, edhe në komunën ton, po edhe në komuna tjera, po për fat keq edhe në shumë vendet botës islame, njerëzit e keni pa nga pakujdesia, nuk e kemi vëmendjen. E keni dost, e keni shok, e keni mik, e keni koleg, i cili ndoshta nuk falet rregullisht ose dhe s'falet fare. Edhe tash ai thirr me pini kafe ose kelon një takim, ti thosh qyre, a din sa më zgjata mos? 15 minuta. Për 15 minuta unë jam aty, pritem te Ensari. Do të thonë na pa vetdijen ton, të pavëmendshëm, kemi kriju standarde të cilat nuk janë në shariatin ton, nuk janë legjitime. Se ti kur thushën e për 15 minuta, thire zoni, falet syneti, falet farzi, e bën dhikrin, lutjet, del për xhamis, si kur kjo i bjen që ti nuk bën më konë namazin 25 minuta. Dhe kur ka thonë pejgamberi, kur ka thonë Gjabiri, namazet e pejgamberit ishin mesatare, kjo asë njëherë, kur nuk nënkupton që pejgamberi ka qenë neglizhent, edhe ka qenë ish kujdesur në namazin e tij. Kur dhe asë njëherë. Kur dhe asë njëherë. Kur dhe asë njëherë. Ju e dini? Dhe këtu kemi probleme bazike gjithë ne. I pari unë, po ju fusë edhe juve kërkoj falje, po ju fusë edhe juve këtu, dhe gjithë të tjerët namazlit e regullt. 5 vakt namazlit. Kemi problem serioz me konceptet tona për ballë namazit. Koncepte bazike. Nuk, shqyqoni, kur kanë thonë ulemaja, dhe kanë thonë kur flitet për namazin, nga argumentet baziket fetare, që kur flitet për namazin, në kapitullin namazit duhet tjetë hadithi, faluni ashtu sikur jam falur unë, faluni ashtu sikur me keni pa duke u falur mu. Kjo asë njerë nuk në kupton, vetëm anën e jashtme, edhe lëvizjet trupore dhe lëvizjet brenda namazit. Por këtu në brindi është edhe pjesa e brendshme e pejgamberit. Edhe koncentrimi dhe vëmendja e tij në namaz. Edhe devotshmëria dhe lëvizja e tij në namaz. Edhe kohëzgjatja e namazit pejgamberit e sa. Dhe jo vetëm ai ka qu dur deri te pulpat e veshit, ai ka vendosur të djathtën mbi të majtën. Po, nuk bën me vendos të majtën mbi të djathtën, por nuk duhet të jetë krejt debati dhe energjia dhe koncentrimi dhe preciziteti ynë në këto lëvizje. Po, gjithsesi, ne çdo lëvizje, çdo hap, çdo porosit pejgamberit e pasojmë, por jo vetëm skeletin, jo vetëm llukun, jo vetëm anën e jashtme. Dëgjoni. Kur e kanë vetë Aishën radiallahu anha, nanën tonë, nanën e besimtarve, për namazin e pejgamberit a.s. Ku në shkoj koha? Qysh ka thonë Aishë radiallahu anha? E kanë pyet, na përshkruj namazin e pejgamberit a.s. Namazin na file. Namazin na file. Madje specifikisht namazin e natës. E namazin e Tel Avivit që të falim për mas një muaj inshallah. Që xhamit tona njerëzit thonë, valla s'po filon xhamin se aty një saat po falen. Hey, 20 rekate taravih, shtoja këto e zonin e namazin e krejt ato të fatjacis, edhe vitrin, ja vallaj 1 saat gat. Qysh ka thot Aisha radiallahu anha? La tes'el an husnihin wa tulihin. Thot mos pyet sa i bukur ishte namazi i pejgamberit e sa i gjatë ishte namazi i pejgamberit. Jo i gjatë po. Për pos i gjatë edhe sa i bukur.
Sa i bukur ishte namazi pejgamberit. Prandaj, po kthehemi te hadithi jon, se edhe aty te hutbja do të më bëni një sqarim me vend një vrejtje vetit në radhë parë, e pastaj gjithë hoxhallarëve në vendin ton që nuk kanë konsiderat xhamatin që e kanë prezent në xhami, që janë të shtresave të ndryshme, që kanë lloj-lloj halle, obligime, detyra. Sa njerëz më kanë thonë, unë ditën e gjymo, pauzën që e kom një orë, ai që e kom marrëdhënie pune, kontratë me zotnin, nuk e ha bukën as e pi kafen, po e fali gjymon. Dhe tash, për shkak të një pakujdesie të një hoxhe të nderuar, Zoti e shpërbleft, hutbja nuk është moment me maj ders. Hoxhallar të nderuar. Unë jam hoxha më i vogël për juve, po i deroj të dona. Hoxhallar të nderuar, kudo që jeni, në Kosovë dhe kudo, hutbja nuk është vendi me kallëzu ligjërata islame, hoxhallar të nderuar. Gabim, hapi parë, hoxha duhet me ditë se hutbja nuk është vend ku mbahen ligjëratat. Hutbja e ka vendin, pozitën e namazit, prandaj s'lejohet me fol, s'lejohet me abuzu në asnjë formë, as me dur, as me hap telefonin, as me lujt me qarapa, as me lujt me patent, me qele, me mshel, patentin, as me këshyr shara të halis, sa shara i ka. Por hutbja është obligative me u dëgju, me vëmendje, e imami me i dhonë disa porosie dhe këshilla, e jo me mbaj ders. Kaq. Nga se kështu, po thot Gjabiri radiallahu anhu, ishin hutbet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por anaj hoxhallar ton të vjetër, Allahu i mëshiroft, e kanë kuptu djenë me qenë se ata hoxhallar të vjetër, kur ata kanë jetu dhe kanë vepru, dinamika jetës nuk u konë si kur dinamika sot që është shumë e pamëshirshme, por ata para gjymos, që kur dhe imami kësaj xhamie, e për fat keq që komunën tonë kësë praktikohet, po gjithë andej nduka gjenë problem kjo punë, po gjithë andej komunave tjera në Kosovë, hoxhallarët para gjymos 20 minuta, 30 minuta, 40 minuta varësisht, para gjymos majnë ligjërata. E hutben e kanë një çerek ore, e që unë kërkoj, unë mas parte e lësë Allahun që Allah mu të mundëzën, e të frymëzën, mos me zgjatë kur mbi 20 minuta, se s'po muj mu eduku që 25 vite, me majtë hutben ma pak se 20 minuta. Një çerek ore mjafton për temen që e ke zgjedh, me i përcjell porosit, mesazhet, detyrat që lidhen me temen. Kaq, ku kry puna? Se kjo është edhe metodologjia, edhe qasja e pejgamberit. Po, ndonjë herë për shkak të një rëndësie të veçantë, të një momenti të veçantë, të një ngjarje të veçantë, por jo ajo të jetë standarde. Është e pa tolerueshme. Është jo korrekte. Me thonë, ti shkon në xhami tjetër, ka shoqër zotit xhamia tjera. Nuk është problemi a ka xhamia tjera, as ka xhamia tjera. Problemi është me marrë në konsiderat se pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka qortu ashpër Muadhin në namazin e Yacis, i cili ka qenë i autorizuar me shku me fal namazin e Yacis tek një lagje, po themi në periferit Medinës, e aty ka pas njerëz janë lodh, e ai ka zgat, i ka knu do ajete pak ma gjatë, edhe ai o dal njoni, o dal, e ka fal namazin vetëm, namaz farz. Edhe ajo është sjellje e rondës, s'ban me bo, është shumë veprim i vështirë shariata e me bo. Dhe njerëzit kanë fillu me fol fjalë jo të mira, kur ka dëgju pejgamberi, nuk e ka gjyku atë sahabin që o dal pej namazit, se u lodh njëri në fush, në shkretin të ditën ka punu punë të ronda fizike, i ka thonë Muadhit, mos i spravo njerëzit, mos i qitë në provim njerëzit, nuk o detyra jote me i testu njerëzit, me i qitë në sprov, kush falet mas te, kush falet agat, edhe e ka caktu standardin sa ajete një atësi me i knu. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është metodologjia e pejgamberit që lidhet edhe me hadithin e Xhabirit radhiyallahu anhu. Në këtë kuptim,
është edhe hadithi i Wahab ibn Abdullahit radiallahu anhu, i cili ky hadith është shumë i bukur, e keni dëgjuar, transmeton Buhariu, kur ka shku në vizit Selman Farisiu radiallahu anhu te vllau i tij Ebu Darda, dy sahabi. Këta kur ka ardhur Selmoni e ka vllaznu me Ebu Darden, janë bo vllazni, edhe ju ka vazhdu muhabeti e dashnia, dhe një ditë në fakt Selmoni vendos me shku musafir të Ebu Dardaja, si t'hin në bërë, e shek grune Ebu Dardas e veshur me doroba shumë modeste të vjetra, edhe ky është mik i shtëpis Selmoni, e i thot shoku ti vllau ti, thot si keni halët, thot vallaj ajo grua me shumë ankohet me marifet për burrin e saj, thot vallaj tha vllavit Ebu Dardaja nuk ka nevojë shumë për dynjen, nuk i kushton shumë rëndësi dynjas me punu, me fitu, me ble. E mor vesh këtë parën. Kur hinën mrenda, kur erdh koha drekës, i zoti i shtëpis për i thot musafirit Selmanit, tha unë jam gjinushëm, tha byrem ha drek, tha jenë gjinushëm, tha synet është me prish sot në gjinimin, na file, se kur të vjen musafiri, ose kur shkon musafir, synet është me prish na filen. E shtini me prish, tha ti zoti i shtëpis, unë me hongër, ti mos me hongër, prishe agjerimin. Kur erë nata, është marifet musafirin mos me lën vetëm me fjet, sikur babgjushat ton. Tha, apo flen tha sonte, tha vetëm, tha sonë, tha ton natën falem, tha ja, s'ki më falë të natën, tha ki me flajt me mu, s'ki me lën vetëm, tha po, unë të kallzoj ty, tha kur qohemi, kur vjen vakti më falë. Kur kalon gjysa natës, ma shumë se gjysa natës, i thot, hajde tash qonë të marrë më vdes të falim namaz natës, sa i të natën në falke. Të një falen sabajnë, poenta është këtu, i thot tash Selmoni, i thot, inna li rabbike alejke haqqa, tha qëra tha vlavja me Ebu Darda, ndaj Allahut ki obligime, mos e haro hakun ndaj Zotit. 2, tha ki obligime, mos e haro hakun ndaj vetit. 3, mos e haro hakun ndaj familjes. 4, tha gjithkuj jepja hakin që e meriton. Mirë po, tash a thu e ka pas mirë Selmoni, çka i ka bëu Ebu Dardas? Shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i than ja Rasulullah, ja tregoj krejt, kështu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i jepi legjitimitet dhe i vulosi fjalët e Selmonit, sadaka Selman, tha ashtu sikur ka thon Selmani, ashtu është e vërteta. E transmeton Buhariu. Po ti po don sa për me ngjinu, ti po don të natën më fal. S'po don veç ibadet me bo. Ama shqyre dha, si ka hi në bare ka pa gruja vet, do tesha djetra me harna. Qka dha kjo gjendje, ku ra halli juj? Allah i tha vlavit, tha Ebu Dardaja, tha nuk jepet mas dynjes, tha mjaftot me kaq. Aja ka zoj dersin të një, ja të regoj rrugën e Resulullahit a.s. Tha hakun Allah të musara, hakun në i shpirtit tënë, hakun në i familjes, se cilit jepja hakin që i takën. Kjo është mesataria, kjo është maturia që na porosit Kurani dhe pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i radhës është po ashtu një hadith i jashtëzakonshëm që e ka përmend Imamu Nawawi rahimahullah, të cilin transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, thot një ditë pejgamberi alayhis salam duke majt hutbën, një njeri e kish pas emrin Ebu Israil Rikenkum. Pejgamberi alayhis salam tha pse çaj njeri tha porin kom, çao puna tina? Ata i than pejgamberit alayhis salam, tha ky njeri tha o zotu, kom nejt ndilli, nuk kom ull,
komendajt në dili, nuk ka më ull, veç në kom komendajt, nuk ka me hi ndërhije, nuk ka me fol me askën, edhe veç në gjynushëm du mendajt. Pejgamberi a.s. men herë jepi urdhër. Tha urdhrojeni, pejgamberi po të urdhron. E para, biseda me njerëz, nuk është ibadet mos mi fol njerëzve. E dyta, mos rin dili, lyphije. E treta, ulu. E katërta, vazhdoj në gjinimin, nuk i tha prish në gjinimin. Vazhdoj në gjinimin. Por veprimet e gabuara që ja kish bashkangjit ibadetit, pejgamberi ja refuzoi. Do bënajt në kom, do bënajt në dili, me pas problemin më të madh. S'du me fol me kërkon? Ja. Pejgamberi gjitha ja boni batal, tha veç agjerimin e ki rregull, krejt të tjerat që ja ki bashkangjit agjerimit janë të papranueshme, nga se këto janë të pric që shariati i Allahut nuk i pranon. Këto janë këto hadithe të cilat i ka përmend Imamu Nawawi rahimahullah në këtë kapitull, me qëllim me pru shembuj konkret, shembuj të lloj-llojshëm, të ndryshëm, secili me perceptimin e tij, me dëshirën e tij, me ambicin e tij, me vullnetin e tij, me rrethanat e tij, por në fund të gjithë pejgamberi i ka orientu se rruga e Kur'anit dhe rruga e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam është rruga e maturisë, është rruga e mesit, edhe në sferën e adhurimit dhe dashurisë ndaj Allahut, por edhe në aspekte tjera të jetës. Dhe çdo largim prej këtij mesi, atëre ose shkon në këtë polin edhe në këtë skajin e tepricës e ekstremizmit, me tepru, ose në këtë skajin tjetër të tepricës e ekstremizmit, me u tregu neglizhent e i pakujdesshëm e kutadiune. E lusim Allahun te baraka wa taala që Allahu të na mbushë zemrat tona përplot me iman, të na shtojë, të na forcoj imanin në rrugën e tij, të na shton zellin e dëshirën e dashurinë për punë të mira, punë të hajrit, derisa të fitojmë razin dhe kënaqësinë e Allahut te baraka wa taala. Allahu edin më së miri, wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.